Në fund fare për çështjen gjyqësore ku është zoti Berisha dhe zoti Maltezi, mbrojtja atje ka kërkuar Taulant Ballën, kallëzuesin, të shkojë dhe me sa duket seancën e datës 30 do të jetë zoti Balla në seancë mos gaboj, dhe është kërkuar dëshmitar edhe kryeministri Rama. Si e shikoni, kjo është nga çështjet që duket si më ngatruara nga gjitha këto, sepse është fundja një tokë që i ka shkuar pronarit dhe nuk është se publiku është shumë i prekur dhe ndryshimi që është bërë ka firmën e kryetarit të bashkisë. Nese, si e shikoni këtë faktin që të shkojnë, po, Edi Ramës, të shkojnë të dëshmojnë, se ne kemi një kryeministër që nuk shkon në parlament kur ka interpelancë, do të shkojë si dëshmitar në një proces gjyqësor? Në dijenin time, Edi Rama mund të ketë shkuar në parlament 2 ose 3 herë, jo më shumë, gjatë këtyre muajve të fundit. Është e vërtetë ajo që thatë ju, ndërkohë aq më pak kur e thrasin interpelancë apo pyet e drejtuar qeverisë. Po, ai nuk shkon as normalisht, e vërtetë. Që e ka detyrim të përgjigjet pyetjeve, drejtuar qeverisë e ka detyrim të përgjigjet vetë kryeministrit, s'mund ta delegoj dikujt tjetër. Interpelancat është luajtur me këto. Okej, po e delegoj se është çështje e sigurisë, po ja delegoj ministrit Brendshëm, është çështje e shëndetësisë, po ja delegoj ministrit të shëndetësisë e kështu me radhë. Ndërkohë këtu do të kemi një fletëthirrje nga gjykata. Unë mendoj që nuk mund të mungoj, përveç arsyeve të përligjura, thot ligji, pra justifikime për aktivitete zyrtare, ndoshta jashtë vendit, që mund ta justifikojnë 1 apo 2 mungesa. Por nëse dëshmitari refuzon të vi dhe duket që arsyet janë të papërligjura, po pas gjykata ka të drejtë të bëjë shoqërim të detyruar. Unë shpresoj mos shkojë çështja deri këtu, por uroj dhe shpresoj që kryeministri jetojmë në Tiranë, çdo gjë bën vaki. Unë shpresoj që kryeministri të tregojë në këtë rast shtetformim, në kuptimin edhe respektimit të shtetit të drejtës tek e fundit, pra kur të vjen një thirrje nga institucion i Republikës duhet ta zbatosh, si çdo qytetar tjetër, pra të respektoj devizën që të gjithë janë të barabartë para ligjit, të paktën formalisht, një herë që pas kaq vitesh po e thrasin si dëshmitar, as për të dhënë shpjegime në lidhje me ndonjë nga qindra akuzat apo kallëzimet që mund të janë bërë ndaj tij, duke ditë që nga 98-a kur ka pasur detyrën e parë publike si ministër i kulturës deri tani qytetarët i bëjnë vetë llogaritë sa vite pushtet ka Edi Rama, mund të me qindra kallëzime ndaj tij. Është hera e parë që po thrasin në organin e prokurorisë për të në gjykat për të dëshmuar. Uroj dhe shpresoj që të marrë pjesë dhe të japi sqarimet dhe të përgjigjet pyetjeve të mbrojtjes. Në këtë rast avokatëve të zotit Berisha dhe zotit Maltezi dhe avokatëve të tjerë, patjetër, që mund të kenë pyetje ndaj Ramës, po pse jo dhe nga Taulant Ballës, i cili ju e përmendët, ka qenë personi që ka kallëzuar këtë çështje dhe nga ku brenda 24 orëve, në dijenin time, nga momenti i kallëzimit, është regjistruar, pra po themi, çështja në prokurori, që është një rekord, pothuajse absolut, sepse ka me dhjetra me qindra ankime që bëhen nga palë të ndryshme dhe rrinë aty dhe marrin përgjigje as pas disa vitesh, se çfarë ka ndodhur me çështën e tyre, apo mund të jenë lënë dhe mund të jenë çuar si çështën kalendat greke. Ndërkohë, në atë rast për 24 orë është vënë në lëvizje gjithë aparati i SPAK-ut dhe e ka nisur çështjen. Kështu që do duhet që t'japi shpjegimet e veta, sepse në dijenin time ka edhe kallëzime për kallëzim të rrem ndaj personit në fjalë, dhe ka goxha prova që do duhet debatohen, por kjo është ndoshta një moment tjetër do ta trajtojmë më me detaje. Zotin Uri, ju falenderoj që ishit me ne në këto minuta.